Përshëndetje gjithëve. Mirë se keni ardhur përsëri në 25 këtë të mërkur, ku jeni këtu pra me mua Yahya Abazi në emisionin tonë të radhës, të cilin e përgatitëm me kryetarin e Kuvendit Studentor, Omer Bibin, me që folëm pak për Kuvendin Studentor, pra si veprojnë, problemet e studentëve dhe Universitetin në Tereza në përgjithësi. Pa kalu të intervista, ju mos harroni të bani like videon, subscribe kanalin tonë 25. Po për videon like, e linë fund të emisionit nëse ju pëlqen, e bani po si pëlqej, është drejta juaj. Ju vazhdojmë të ndiqni emisionin, ku ne do të vazhdojmë pra edhe javëve tjera të përgatisim emisione për ju. Përshëndetje Omer, faleminderit që pranove të japësh një intervistë për kanalin tonë 25. Faleminderit edhe juve gjithashtu për ftesën, vjen mirë që sot jemi bashkërisht. Ndoshta gjithë e lanë këtë piqe, për në fund, po unë për e bëjmë piqen e parë, se këta maturantët që e kanë kryer pra këtë vit, që janë maturantë, cila është arsye që duhet ta zgjedhin në Universitetin Nën Tereza? Fillimisht Universiteti Nën Tereza në Shkup është universitet shtetëror. Ajo që bën dallimin pra me universitetet e tjera është edhe çështja pra e pagesës, ku pagesa pra semestrale janë 100 euro, pra për student të rregullt, pra me kushte shtetërore, ndërsa për student pra me korrespondencë, pra të çrregullt është 200 euro. Por ajo që është më kryesore pra është universitet që gjendet pra në kryeqytet, aty ku gravitojnë pra student, pra rini shqiptare, dhe ajo e bën pra më të lehtë që studentët pra të jenë më afër universitetit. Në aspekt pra institucional, pra universiteti jonë pra tani më funksionon me 8 njësitë akademike, pra në kuadër 8 këtyre njësive pra kemi drejtime programe studimore pra shkencave sociale, shkencave pra shoqërore. Gjithashtu pra kemi edhe drejtime pra pjesëve pra studime pra teknike, pra që janë drejtime pra deficitare, ku studentët pra mund të gjejnë vendin pra më lehtë në tregun e punës. Si janë struktura e Kuvendit Studentor dhe si sigurohet përfaqësimi i drejtë të gjithë studentëve dhe gjitha drejtimeve? Fillimisht Kuvendi Studentor Universitar pra është themelu që nga viti 2018 në kuadër të universitetit tonë, Universitetin Nën Tereza në Shkup. Pra Kuvendi Studentor Universitar është organi pra më i lartë, më legjitim në përfaqësim të interesave pra studentore në kuadër të universitetit tonë. Struktura përbërëse e Kuvendit pra më herët, tani me 8 njësi akademike, pra përbërja saj është nga 24 pjesëtar, pra duke fillu nga kryetarët e fakulteteve, që me automatizëm pra gjiten në Kuvendin Studentor Universitar, dhe nga çdo fakultet, pra edhe nga 2 anëtarë të fakultetit. Pra gjithsej është 24 pjesëtar. Mandej përbëhet edhe kryesia e ngushtë, pra kryesia e lartë, nga kryetari i përgjithshëm, nga nënkryetari i përgjithshëm dhe sekretari i përgjithshëm. Sa shpesh mbledhet Kuvendi dhe cilat janë temat që diskutohen më shpesh? Kuvendi Studentor Universitar pra në kuadër të statutit të saj pra është një organ pra autonom, mbledhet pra zakonisht, pra është patjetër sushme pra të ketë mbledhje mujore, pra sipas statutit, por me raste pra të veçanta, pra mund mbledhet Kuvendi pra edhe më shpesh, pra mund të jenë 2 javore, po, nëse kemi pra ndonjë pikë për ta kalu pra me rëndësi, por edhe nëse kemi pra tema që diskutohen pra në kuadër të aktiviteteve pra që kemi para pa, pra mund mbledhet pra edhe më shpesh se sa, por një mujore duhet të jenë pra të rregullta. Pra Kuvendi Studentor Universitar pra mbledhet i ka pra një çdo muaj. Cilat janë ato kërkesa që janë më të shpeshta? Kërkesat më të shpeshta pra në Kuvendin Studentor Universitar pra zakonisht pra diskutohen pra projekte dhe aktivitete që i kemi pra si kryesi, pra si Kuvend Studentor Universitar, pra kryesisht pra tek ne më të zakonshme pra i kemi panelet e diskutimeve, pra aty ku trajtohen pra se cilat tema pra më me rëndësi, pra për rinin, për kategorinë studentore, dhe
Pra aty vendoset se çfarë duhet bëhet pra brenda, se cilat aktiviteti duhet të realizohen pra brenda një viti. Por kuptohet edhe nëse kemi pra kërkesa edhe jashtëzakonshme, pra edhe nga ana e studentëve, pra ato të koordinatorëve, pra edhe që nuk janë pra pjesë e Kuvendit Studentor Universitar pra si institucion, por nëse kemi pra ndonjë kërkesë të veçantë, po edhe në mirë individuale nga një student, atëherë sigurisht që diskutohet edhe në kuadër të kuvendit. Po, a është kjo një nga kërkesat edhe kjo problemi me transportin publik, i cili nuk ka të rregull dhe nuk është që është në afërsi të universitetit? Po, sa i përket transportit publik, ndoshta edhe juve keni qenë në rrjedha, pra kemi patur iniciativë pra edhe si universitet, por edhe ne pra si parlament studentor e kemi ngritë zërin pra fuqishëm këtë aspekt, pra edhe në një bashkëbisedim këtu në universitetin tonë, edhe me zëvendëskryer ministrin zotin Mexhitin, pra ja kemi parashtruar këtë kërkesë, pra është e nevojshme pra për universitetin tonë, për studentët tonë që të ketë transport pra publik që kryesisht pra studentët që habitojnë pra pjesën e Shkupit, pra nga pikat e Vitpazarit deri në universitet, edhe nga pjesa e Butelit deri në universitet, pra është shumë e rëndësi për studentët tanë. Ne kemi depozitu sërish kërkesë, pra edhe si parlament studentor, edhe si universitet, që kjo kërkesë pra me nevojë më përfundimisht pra të jepet një zgjidhje, pra të realizohet. Por deri më tani nuk kemi akoma pra një përgjigje pra definitive nga ana e institucionit pra të qytetit Shkupit dhe ndërmarrjes publike. Po nëse nuk realizohet, se do të jenë masë që do i merren. Po tani në qoftë se nuk do ketë pra realizim të kësaj, pra deri në fillim të vitit të ardhshëm akademik, atëherë tani si Kuvend Studentor Universitar kuptohet që gjithmonë studentët pra duhet të jenë konstruktiv, pra duhet t'i adresojnë kërkesat e tyre, shqetësimet e tyre, por në qoftë se nuk do gjejmë ndonjë mekanizëm pra normal ligjor le të themi, për t'u realizuar, pra sepse është me nevojë, atëherë do shohim edhe pra mund të kalohet edhe në forma më ekstreme, përfshirë edhe protestën. E cila është e drejtë. E cila është e drejtë legjitime, pra është forma më ekstreme e demokracisë, por është arma e fundit e çdo qytetari, për veçanti edhe të studentëve, sepse kjo situatë është e padorueshme pra në sa i përket transportit publik. Cili janë plani i Kuvendit Studentor për një vit akademik dhe cilat janë prioritetet e Kuvendit Studentor? Po, planin për këtë vit akademik pra e kemi prezantuar në kuadër të institucioneve më të larta, pra Senatit dhe Drejtorisë Rektoriale apo Rektoratit, ku pra na është miratu aty ai plan financiar, pra ai plan buxhetor, prioritetet e Kuvendit Studentor Universitar pra për këtë vitashëm akademik, pra fokusi drejt edhe në bashkëpunimin me organizatat e ndryshme, pra kalohet edhe studentore apo edhe në hapësira ndryshme? Edhe studentore, por edhe në hapësira ndryshme, për shkak se kemi qenë universitet i ri, pra fokusi ka qenë shumë i ngushtë, pra fokusi ka qenë në kuadër të universitetit, por edhe universitetet shtetërore, pra si kemi patur pra bashkëpunime, madje edhe protest për shujtën studentore, pra ushqimore, e kemi bërë pra bashkërisht pra me Parlamentin Studentor të Ukimit, kështu që kemi patur bashkëpunim, por ka qenë pra më shumë kuadër të universiteteve pra shtetërore. Por tani planifikojmë pra që të ketë zgjerim, për shkak se edhe numri i studentëve pra është më i lartë, por edhe interesimi pra nga ana e studentëve tani është më i lartë për të përfaqësuar zërin studentor. Cili janë qëndrimi i Kuvendit Studentor mbi çështjen e cilësisë së arsimit, infrastrukturën e universitetit dhe përfshirjen në projekte ndërkombëtare? Sa i përket cilësisë së arsimit, pra ne kemi si universitet pra kemi zyrën për cilësi, arsim, pra ku përfshihen pra mekanizmat të kontrollit, pra të udhëheqjes së cilësisë për arsim, dhe aty pra adresohet pra çdo mungesë e mosmbajtjes të një ligjërate pra nga ana e një mosimdhënies, pavarësisht pra thirrjes akademike që ai e posedon, pra dhe ku
çdo shqetësim nga ana e studentëve, pra drejtohet deri tek zyra për cilësi dhe arsim. Por tani më jemi student tani jemi në universitet që tani më edhe e përcollim edhe gjeneratën e 8, pra dhe në këtë drejtim mendoj që shkohet pra mbretim ndur, pra bëhet mirë e më mirë, pra vite për vit, pra në çdo vit të ri akademik, tani jemi edhe me 8 njësi akademike, studentët në këtë pjesë, pra në aspekt të ligjerimit, në aspekt të profesorëve, nuk kemi patur, pra nuk kemi hasur në ndonjë rezistencë apo ndonjë shqetësim maksimal, pra mendoj se janë të kënaqur në profesorët e tyre. Nëse ka problem është evitu. Është evitu, po sigurisht që duhet punohet akoma më tepër që të kemi pra cilësi sa më të lartë të arsimit. Në aspekt infrastrukturor, besoj jeni të informuar edhe ju si botë mediatike, pra tani edhe nga ana e qeverisë, pra po është në plan, uroj që të fillohet sa më shpejt pjesa e fillimit pra të punimeve të kampusit 3 universitar, pra kampusit zyrtar të universitetit, dhe mendoj se pra Universiteti Nën Tereza në Shkup, pra edhe me në të ardhmen për një kampus me temi gjigant, pra modern, do jetë një ndër universitetet pra më të mëdha, më të mira pra në kryeqytetin tonë, dhe që realisht do i bëj ballë, pra po do jetë konkurrent pra si universiteti vetëm shqiptar, pra edhe me palën Maqedonë. Po të kjo pjesa e përfshirjes në projekte ndërkombëtare ose shkëmbim studentësh, ka interes kuvendi studentor? Po, interesi ka qenë pra vazhdimisht, por deri më tani pra përveç se nëse mund ta ceki pra trupin kombëtar pa studentor, por sërish edhe aty pra janë përfshi gjitha parlamentet studentore. Pra bashkëpunimi gjithmonë ka qenë në mënyrë institucionale, pra nuk kemi përfshi akoma me organizata pra ndërkombëtare. Të huja, por në këtë vit akademik, pra në kuadër të planit pra buxhetor financiar që e kemi paraqit, pra projekteve, pra parashije që të kemi pra bashkëpunim edhe me organizatën ndërkombëtare. Është transparente dhe vendime që i merr kuvendi studentor, në çfarë forme i publikoni para studentëve, informoni ata? Po, çdo vendim pra që merret nga ana e kuvendit studentor universitar, pra sa i përket informimit, pra shkohet pra në aspekt pra hierarkik, pra duke fillu pra nga koordinatorët e çdo grupi, deri te kryetarët e fakulteteve, po mandej pra sigurisht kryetarët e grupeve, po mandej pra dhe kuptohet dhe në kuvendin e përgjithshëm. Po në veçanti pra ne kemi edhe rrjetet sociale, pra edhe sigurisht që janë mjet kryesor i informimit pra në dhe i kap shumë përgjithë. Zhvillimi teknologjik ka arrit majat. Pra, sa i përket pra transparencës, transparenca është në nivel, për shkak se çdo vendim që merret pra postohet, pra drejtohet deri tek student. Po ashtu kishte edhe një vendim nga qeveria, premtim i cili ishte për ndarjen e vaucherëve për pajisje elektronike, për blerje pajisje për studentët. A është mbajtur premtimi, sa është arritur apo ende nuk ka filluar që të ndahen ato vaucherë? Po, me 24 dhjetor ne kishim të ftuar këtu zëvendës kryeministrin, për zotin Mexhiti në universitetin tonë, dhe në kuadër të pikave pra programore për mbështetje financiare ndaj rinisë, pra kishim edhe si pikë të parë, pra edhe mbështetjen pra për pajisjet elektronike, pra për gjithë studentët, dhe mendoj që ky premtim pra në koordinim dashur jam informuar pra edhe nga ana e zyrtarëve, le të themi funksionarëve pra qeveritar, por edhe ma që u pra publike edhe në botën mediatike, pra mendoj që nga fundi i shtatorit ose në fillim të tetorit, pra kjo pikë programore pra në kuadër të qeverisë, dhe që është shumë e rëndësi për studentët, sepse interesimi është pra permanent, pra në vazhdimsi. Besoj që në fund të shtatorit ose në fillim të tetorit, pra kjo pikë programore duhet të realizohet. Këtë vit akademik që kaloi, po ashtu kishte edhe zgjedhje për rektor të ri. Tani me zgjedhjen e rektorit të ri, çfarë presin studentët nga ky rektor, po ashtu dhe cili është kontakti i kuvendit studentor me rektorin e ri? Zgjedhjet për rektor i kishim me 12 mars,
ku në unë Tokyo vlen të ceket, se kemi pat një fushat shumë demokratike, një fushat të qetë, ku realisht ka pas prezentim pra programeve, të idejeve, të koncepteve, pra se si drejtohet, si të udhëheqet pra universiteti në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të duhur, dhe me një rezultat në gusht, pra me diferencë prej 3 votash, pra profesori Bekim Fetaj, tani më rektor, pra u zgjat rektor në Universitetin Nën Tereza në Shkup. Pra edhe pse pra kanë kaluar vetëm se 3 muaj, pra Kuvendi Studentor Universitar pra ka një koordinim, një komunikim të jashtëzakonshëm pra me rektorin Fetaj. Pra rektori është i hapur për çdo për çdo kërkesë, për çdo bashkëpunim që ka nga ana e Kuvendit Studentor Universitar, për çdo gjë që i delegohet. Pra ai është i hapur pra sa i përket pra koordinimit, pra mbledhjeve, takimeve me rektorin, ato mund të them që pra janë edhe të përditshme. Pra çdo gjë që është me rëndësi, pra në kuadër të Kuvendit Studentor Universitar, pra për studentët e universitetit, pra rektori deri më tani ka shprehur, pra edhe pse ju thash se jemi që 3 muaj, pra ai është rektor, po ka shprehur pra gatishmëri për të na dëgjuar dhe ato kërkesa, ato nevoja, ato lutje pra dhe gjejnë pra realizim. Pa, do të kërkoni nga rektorit që të krijohet një forum të rregullt për komunikim me Kuvendin Studentor. Sa i përket kësaj, pra është e panevojshme për shkak se pra si Kuvendi Studentor pra mirë, pra si organ e kemi pra këtë pjesë, pra u thash edhe mirë pra të përditshme, veçanti unë si kryetar. Në formë statutore ose po sigurisht, po ajo parashihet edhe në formë pra statutore. Por tani në kuadër pra të bordit pra të alumnit, pra për aty pra do ketë pra le të themi si forum pra do ketë komunikime pra më të shpeshta, pra si në të kuptim pra si organ si që interpretu të dhjo, pra aty do ketë komunikime më shpeshta me rektorin. Falenderoj më shumë, e shpresoj edhe herët e tjera për ndoshta kur të hapet objekti i ri, do të jemi këtu për intervista tjera. Me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi, atëherë do kemi edhe për çfarë bisedojmë ndoshta akoma edhe për më tepër. Ju faleminderit edhe nga ana juaj që na e bët ftesën dhe që sot ishim bashkërisht në emisionin tuaj. Edhe një herë ju përshëndes përzemërsisht për shkak se juve keni qenë edhe studentë joni dhe na vjen mirë pra si universitet, pra edhe unë si kryetar i studentëve, që realisht pra kemi student pra potencial dhe student që pra kanë dalë si kuadër edhe në fushën e gazetarisë. Faleminderit shumë. Pra siç e pa edhe kemi emision pra në fundit të emisionit, ne po vazhdojmë me emisione të përjashme, ndoshta edhe një herë edhe me ato vështirësi si përgjegjëtor mysafir, ndoshta edhe për edhe tjera vështirësi të cilët i kanë pjesa e përgatitjes intervistave. Ju bëni like videon, subscribe kanalin tonë 258, nëse keni mundësi dhe nëse doni, që vjen lajmërim edhe ta dini se kur do të kemi video, po siç e kemi të zakonshme pra çdo të mërkur, por ndoshta me kalimin e kohës do të jenë edhe më shpeshta videot, ajo do të shohim në bazë të planeve që i kemi. Deri javën ardhshme, ju mirëmbëjtshi, e shpresoj që në emisionin e radhës ju përsëri jeni këtu dhe të jeni me shëndet mirë. Ju falenderoj shumë.